ardhur të diskutoj se ndoshta s'ka dashur ta bëj dhe shumë mirë takon asaj mos ta bëj. Po ndërkohë që unë flisja me tjerët, e glite batuta ku drejt meje. Dhe unë i thash, nëse jam hipokrite dik përpara dhe më thuaj, Rozana je hipokrite. Po si rasti kur unë zije me të tjerët. Rozana, a je bër pishman për diçka në lidhje me raportin tënd me Eglin? Jo, asnjëherë. Nëse Egli prap do ta shoh në një moment, s'kam nevojë. Pra do ta bëj. Dhe mos ket nevojë. Unë jam njeri që kështu jam gatuar jetën time. Kështu jam gatuar. Je shumë e mirë. Ai di që ato flas. E pyeta këtu që ditën e parë kur tha Rozana Radi se nuk më njihte. Atëherë. E pyeta këtu dhe pastaj u bëra gati për të fjetur gjumë. Vesha pijamat dhe ndërkohë e shikoj Eglin nga xhami këtu, nga living, e shikoj me Kellin. E shikoj me Kellin dhe thash, u mendova, i kisha thënë Olës që do ta lër të vi vet. Do ta lër të vi vet flasim. Kur e pash atë thash, do mendoj Egli sikur un po shkoj pa e konsideruar. Dhe shkova dhe ula aty madje Kelli pati gjithë kujdesin për të ngritur dhe për të na lënë vetëm. Kishte pse të gabim shumë. Kur pash, tani nuk po flas